Togata. Por la energía, la higiene,
Kjo është një ditë për të përgjithë me ndërem, por edhe për të gjithë me kërari në majë për kulturë, sepse heronje si ardhime nuk desin tërë. Ata jetonë në gjatën e Kristo, në historinë tonë dhe në martin që rëfenë për ta dres pas e desin. Ju falenderoj të gjithë për pjesëmarrje dhe për pushtime që mbanin gjallë kujtimin e tij. Lavdi Maria Madonna, lavdi të gjithë të shkuarët të kombit, rroft fjallë që frymëzon dhe bashkon. Ju falenderoj. Faleminderit e nderuar. Nëse në animit të vazhdojmë me paraqitjen e përmimit të monografisë Alini Ilis, ashtu siç na paralajmëroi në titull, kjo monografi duhet që i kushtohet edhe Burgun Alina Madone. Ashtu siç e dërrande, kujtojmë autorin Ibrahim Tadiu për një fjalë mostre. Ju përshëndes për manifestim të shkëlqyeshëm, tradicional, i cili po vazhdon tjetër në vërtet me një vështirësi të madhe shoqërore. Alina Madone ishte vërtet figura e cila do ta intrigojë që të jemi afër tij. Mua më pakëra ishte që të them me mbledhjen e materialeve për shkrimin e librave që sot të prorohet këtu si ripoke Alini Ilis. Në Alinin të pasim atë takime hershme, por nuk ai ka qenë në Prishtinë, e unë kam qenë mosh, por përmend në rastin kur ka në redaksi e Ilis në ka sjellë punimet nga arti figurativ dhe disa poezi. A ishte kadet Zagreb. Një shtorës të rilindjes asë të kohë ka qenë vitet të dheta, i ka shtrejnë punimet e Alinit. Një rast tjetër, ka shumë raste, por një rast tjetër që ka janë shumë për shtypje, Alinit të shpia, ka të shpia ime në Prishtinë, ka rast zilës, unë të ndalë kam qenë dhe në kur e pashtu habinë, edhe me një herë të shëndetë dhe të shumia, hajte një mranë të ajo nuk kam të. Janë në bukë për Zagreb, por e kisha parasysh qysh për Zagrebit e Pradet, edhe mësodi 2 punime të artit figurativ, masiv shumë mesatare, cilat i këshfut në kornizë, edhe me zhanë me gjitha, dhe onë të marë me figurushe me 2 punime të një. Ato 2 punime i rrujë sa dhe shërbitën se të rrujë në shpjeve është e shërbitshme, është e fatë, se në gjatë luftës, në shërbit time kanë qenë policia, e kanë bërë shpinë stacion, se ka qenë që shpia ishte hapër shpis të jemi në Rosë, edhe gjërës e kanë hapë policia të rrujë. Kanë marrë libra, kanë djekë libra, kanë djekë shumë qka të shpisë. Por ato 2 punime më kanë metën kujtim i përhershëm që e unë e dhe Përmendaj vërdesha të rëfej këto që nuk e kanë se në libra, se në 3 libra, ka mjaft materiale, por unë kujtoj se ende ka se shka shkruhet për Alinin. Ajo që është në tjetë si bazë për shkrime tjera. Faleminderit që vizhru e t'i. Ju faleminderit të nderuar. Me qenë se kemi të kërë paraqitjen e ribotimit të monografie, thuhet që kemi edhe fjallë të tjera përgjuese. Në radhë është fjalla e profesor Dr. Antoni Ilis. Është
ma ka që më të flasë ma shumë se sa fjallët e mija. Në kam të drejtë, nga jo që në folë dhe me tash asjes, për më kresh në të e një. Tu kemi një dëshmi shumë të madhe të gjitha asaj që lidhet me jetën dhe në veprën e agrimentar. Takimi sotën e ka rëndësinë e vetë pamatëshme, po e ka jetën e shkurtër. Këto kam një dëshmi të jashtëzakonshme të gjitha asaj që lidhet me figurën e agrimit dhe të gjitha asaj që e ka kurzuar edhe takimin e sotëm, edhe takimin që ka qenë për një vite, edhe takimin para prapë, edhe të asaj që do të do më rrë. Jo pëse i vrejmë në drimë me kombit e shokë e vërë minë dhe keqën i fati kush për dhe ditë, por kjo është një vepër të rëndësishme që mund bire si një model edhe për gjithë njerëzit të tjerë që ka ndonë jetën në përgjit që ne sot vizojmë, mund të rinë këtu, mund të tasim, pa nga pjesë, mund të flasim nga një edhe mashtë. Por të ngrisisht një përmendore të tjerë, një heroj që e ka përjetuar në këtë të drejtë, është një punë rëndësishme. Populli nuk e ka pasur zakon që të shënojë gjallet, vëmëtarim, shpirtëror. Dhe kjo nga ka kushtuar shumë. Ne kemi një libër që është bodur në 1955, dhe atë nuk e kemi të plotë. Përndryshe të gjitha tjera, ne borim vetëm atë që na kanë përcjellë bëjarisht, që ne bëjarisht të pa përcjellë të tjera. Në këtë libër e parë, kemi dëshmi të mëdha, të zakonshme, të bashkëpunëtorë të agrimit, në cilët drejtë ka luar agrimin, ka luar një sistem në kushte të luftë. Ne nga këtu flasim shumë. Pa aty kur e një nisëm të kushtës, edhe të fluturojnë për një kohë preda, ata e kanë një vetë në ndryshme. Dhe pikërisht janë bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë, efrorët e tij, sa dhe vetë ka qenë efrorët, bashkëpunëtorët e tij, të cilët flasin në nimin e parë. Unë shkurt me vise në sekundën në ndazgas, se janë beta që flasin. Vlimi dytë ka të bëjë me drejt me agrimin dhe me konceptin e tij si ushtarar. Dhe ne, mënyrë në mjafton dhja që kemi ndëgjuar për dhe më bërë. Jo, këtu dhe konceptin e tij. Se njeri kur bëhet një madhë, nuk madhë rasisht, as një shkrimtar i madhë, as një hero, nuk ka qenë rast. Dhe këtu shihet koncepti i tij dhe nga dëshmëria e tij që brenda atij koncepti spajnë të fjuar vetë. Prima, kështu kanë pasur. Në librin e tretë kemi agrimin artist. E kemi agrimin artist me poezi dhe me ilustrime nga kultura se qa ishte modë në kulturë. Pse ne duhet i kemi kaluarës? Duhet i kemi kaluarës sepse vetëm kur i kemi kaluarës dhe dëgjojmë mirësinë atëherë ne dëshmojmë se po ekzistojmë, dëshmojmë se jemi në rrugë për ta përkirë dhe për të qenë shpigët për ta. E kaluar është në në tashës. Në qovë se ne nuk kemi por i kaluar, nuk kemi në nësë tashë. Dhe vjen që këto
kanë veçuar disa varë që i bëjnë të adreju me të drejt i ka verë e mene e marë. Po, anësia e tyre vazhër është se ato janë përligjur me jetë, janë përligjur me gjatë, janë përligjur me atë që njeri nuk ka atë shmejtë. A kemi shtunë të ngrihemi e të mos vdesim të provur. Vetëm nëse vdesim për njeri, të nuk është mundje. Tja kthejmë për ndarin Kosovës, që është krusur i kuformat të fëmijëve të sakt, të mos të nëmë Kosovë pa dritë. Besoj që ma bukur e në ma të thopë është shtirë të gjinën të rëvare që e japin në mënyrën ma drejt për drejt figurën e madhe të Adriana Karashi. Ku do të shpërblen
fillim me art klubin me qeshur si ju, për të cilën kritikuesi dhe autorët e përzgjedhur janë njoftuar për ata keshë. Tani do të vrasim autorët me radhë për të lexuar poezitë e tyre dhe i lutem ata që pas leximit të poezive, një kopje të poezisë ta dorëzojnë tek Julia. Për hapim me poezinë e parë që është nga autori Ahmet Selmani që vjen nga Shqipëria. Poezia ime titullohet Shën ironia ose lufta ime. Jam luftëtar i përjetshëm, kryenesh që kur si lëshoj ukën të keqes, kur nuk fle me tëmë të një shtrat, as nuk pije në godi, as nuk i thunë një tirambe, pa qka se stinat ndryshojnë e dërsohen si temat hamshorë, gjithë qka shlohet në lojë ordike, riciklohet e keqja, zgërdinjet në kryet të vendit, e unë betën filikat dhe lufta ime bëhet e pamundur, nga i shëmbëllej si Don Kishotit i shpinën e Rosinantit, pa qka se me gjithikin si djalli prej Temjanit, aratisën si tartuf të trembur edhe nga hija e tyre, vrapojnë me mushkat e ndetve bizantine, duke ustruku pra për frengjive si spektator të izar për ta parë për leshën time të pavrapartë, pa qka që askush nuk reshtohen në tokën time, përveç zonjës vetëmi që mbeten besnike si qenë, mbi të cilën herë ndroi fuqinë e Herkulit, herë të Gjetobashës, dhe kur e kuptoi se po remendem kot, filloi t'i kafshoj thonjt me dhëmë, të shoh ëndrat e përbitshme, të kridhen në lumenjën e shmrimit, për ta ngushtuar veten se kam gjetur zgjidhjen e duhur, dhe çuditërisht prapë nuk heq dorë nga lufta ime, kërkoj gjërat e qena dhe paqena, dhe vetveti më kujtohet se brenda vetes kam strukur thellë një armë ironike, e cila ndonë se flesi shenjë rebel me një sy hapur, me si pret urdhrin e lartë që ka zërin e qeshjes me sëmbuese, kështu shfaqet si dhe një breshër epik, godet temat e liksisë të çmendur, i shtrin për dhe pa mshirë, çfarë çlirimi i jej, më duket vetja si në një kërator i dheur, si kur ta kem shkarkuar burin e Sizifit nga shpina, lufta ime është jeta ime, që vazhdon duke ndërruar me të formën e saj. Lufta ime është si ajri, si uji, si buka, më mba gjallë, më ushtjen, çfarë arme përcaktuese kam në shpirt, në zemër, në gjallë, nuk bëj kurrë blasfemie nëse e quaj shën ironia, që ja kalon edhe Zotit, edhe djallit. Faleminderit. Më falni, lutem zotëria Ahmet Selmani, poezinë ta dorëzojmë tek Julia. Përshëndetje të gjithë. Poezia ime ka titullin Kur nata vdes. Mesdita është kapitull, midis rreve të derdhura, para se dielli të ngrihet në zemër. Nata plak derdhën në shtatën e vdekjes. Bashkë me mëzezat e saj të prekshme, është shuar edhe në flirët e mediale. Si kur heqja të rënë në fjallë, edhe alë i parë do të dreqon të në tepër. Jam i gjallë në jetën e vrarë, do të quhi një krye vepër. Pranvera e fushur me aromë me kullëve, dimrit asnjëherë në një kësaj, prandaj edhe të nëzoj. Përshëndetje të gjithë. Poezia ime titullohet Angeli i Shtatët. Kur nisi ushtrimi, mua aty ishte Angeli. Brushën e ngjyrosi me ngjyrë gjallë, maje e pene gjithas me urin shkoi fyra madhe nga shkep. Atëherë kur kënga u përzime banal, çerdesa u le e ushtrim dori. Me të marrë pesi shkoi edhe fjallën e mi.
Koshare, s'katër a I kur, I ftoht, I zrifur, si natë. Darje e shkulli si një unikardu, që ka jarë në zemën të vetin emën. Agimi ishte aty, në çdo pikë, në secilin car, luftoi si liga për njëri, për të mbetur gjallë deri në pjesë. Faleminderit. Ju faleminderit, ftojmë zotrin Dani I Joazin nga Europa. Milita zonja zotri, e nderuar Kryeministër Ramazani. Është ne të marrë pjesë në këtë manifestim, do të përshëndetjet e toka nga Tetova Peshike dhe Bujare. Kjo është një ditë e veçantë sot, për shkak se bisedohet për një personalitet unik. Unë kur kam qenë diplomat e mërëtërisë interne, kam pas disa takime me Agimi, një intelektual I shkëlqishëm, një patriot unik, që nuk e ditë të shkëndjeta për atë. Dhe zëset dhe dhe jetën që ne sot të këshëm, por se duket ne sot shumisa të tjesa ne, ke duke rrugën në votë, si në atë o si në më pra ne duke të vëtërisojnë nga gjatë ka dronë. Agim Ramadani të gjithë herojë të Kosovës dhe gjithë patriotët e shqiptarë. Të recitoj një poezi për këtë egzot të shqiptarëve, këta ne, që mbas luftës vete tonë po shantisë. Prolog për qytetin e Braktisë. Dikur, jeta trokiste në çdo cep. Tani, kjo heshtje flet qytet I rim. Me rrugë boshe, qytet me mes. Rinia ime, ëndrët I morin me vete. Mbetën veç hijet që zgasin me askënd. Në disa kafene vallëzojnë vetëm kujtimet. Dy pleqë në një tavolinë pinë vetëmin e tyre. Heshtje vari, imazhi trisht, jashtë bie shi, heshtur dhe pandar. Një shekull bëhet nata, ditët shpejt iki. Kjo kohë e egër në këtë vend, sikur më ka kapë për fytyrë. Gjemt vashat ushporë, rrugëve të botës, si shtetëtar pa shpresë. Sikur zojt, ikën dhe pushuan si flaka në erë, duke lënë pas krizmën dhe trishtimin në qytetin e ëndrrave idilike, lotët më derdhen mbi vargje dhe plagë. Sillen vërtallë si miza në dallë, e mbis marotoninë time me zemër rrugë, Tetova ime sikur pret godorë që nuk e rri kurrë. Faleminderit. Shpranosje moderne, këtë qili prallave të zhveshtin të vare në lumën e amorit tim. Katedralja e Venece shtryë të zërin e qytetit që po gëdhin me flutrat kristalore të botës e pucërët. Erdhen rejtarët e Bregdetit me pluhurin e urnës të sy
zjerët e luftës. Shkojnë për erë të majtë e shkitën sytë e lërë. Me hukapën e frikës, shtikëm guximin e gatuar në bazën e zbrastisë. Në maternitetin e fëmijëve të palindur, një valor fytyrhëne vizaton punën e pashkjerë. Krasitet alfabeti kyll me vazhdimin e sintaksës, të negrat e grodra preparojnë historinë e dëmtuar të atleu që kullën bakë. Ju faleminderit, zotëri Fadel Abbasi nga Tiranë. Agimit. Ti e fjallë e lindur në shumë në gjesëve, që nuk shumësh dhe në kashë. Ti e kushtimi i lisë i partuar me anë e dritës, e shkyqen libri që nuk fitesh. Je eroi që i dhana në lisë, që në gjurë stiqeve të adelatë, krejove vitën, bile gjatë në vitën, në një kalakurje dërduar nga vitë rimash. Eroi e një kanë me kërështike. Agem u quaj prita në një Lilia, të këgurë që ndonë të në dërshë gjatën të. Aty ku Agimu për piktur, vazhën e një që që i quaj pra Agimi në despot. Ti e si mashinë njës, dhe atje, kur u për në njëtë. Ti e fisë me njës, dhe atje ku nga fondërëvrinë. Agem ishe të rëzimi muza, që kur nuk shkërë lirin e Kosovës në ndruhe, kur nuk përshaj për lirin të ndë në gjithuhe. Ju faleminderit të nderuar, pojmë zonën Farida Ramadan Muslimani nga Shkodra. Unë nga shumë persone rreshtin e parë për familjes në Ramadani, jo vetëm për mjenin që i zëj Ramadani, po unë më nga shprejt nësë të herë, unë vetë nga një familje e herojt pari Ramadani në Shkodër. Herojt janë foundation, pavarësisht se ju kemi 26 vite që kemi kriju pavarësi tuj, por ne kena pas shumë më herët, por herojt gjithmonë mbetin të foundation në lavdimin e shkërkomi. Ndjen shirti për vend, ku dishoj diçka me forcën tënde, vetëm krijuesi mund të ndaj. Ka tinguj të mendjes së zemrës që nuk kanë mikrofon. Nganjëherë duket veti shumë e fortë. Nganjëherë e thishtë si kristall. Ka ditë që ndrojësohet mendja. Ka net që dojnë me mshanë. Mos mundën, se rajt tuja në të hekin, du veç një pyru, ku shifet të në kohë. Dashnin tëme ma kemë në qafë, me përmasat e minja. Daullën e vrezëve e kam si melodinë më të bukur. I dua ditet me aromen e tine. Dore zgjasën ty me të marë. Në brendin tanë, më rruji gjithmonë një kam, se ma shtrejtë se ty nuk kam kërkam. Faleminderit. Ju faleminderit të nderuar, pojmë zotëri Fehim Abbasi nga Shkodra. Andej moranëve. Në sysh nuk jam, i gjallë si dikur. Udhës i rash trup me shti. Njëherë kalohet andej, a i mu. Udha që blok muskë dhe sytë tanë, pa dritë. Nuk kujtohet se cili për jush.
ngjyra e bardhë e ujit, prej kujit, 4 spinet kryqëzore dhe gjelika në shi. Më kujtonë me canuqi dhe krismat e shekje. Më kujtonë të ardhja barbarë. Vërtet Mesjush nuk janë i gjallë si i ku. Udha i shëmuzit e mbuluar me gjatë. Unë erdhat mos kthejnë. Ta shkatrojnë njatë mundë. 2 krenat e Shqipërisë të bëhen bashkë flamur. Ishtë saga i me jetës, ishte thanë që shku. Nuk vajta askunë. Vdekur nuk janë. Mesjush bje shkoj kohëve si t'i kur. Agimi janë. Në të kuqin flamun, në morala gjithmonë. Faleminderit. Ju faleminderit të nderuar, ftojmë zërin Izet Kallalla nga Racionali. Ftojmë zërin Izet Kallalla nga Racionali. Mirë, në qenë se zërin Izet Kallalla nga Racionali në vazhdojmë, Hajtrina Berisha Gjena. Në dhëndën e papirit të jetës. Kujtohu vdesha të saj. Sa më shumë gjyqtisha në tokat e panjura, rriteshin shkizet të dalë të temë. Për plazët e panjura të qevene, ta vërasin trupin me dalë. Rrudat nësën të shpeshtohen, tinjat, pajtohen e pajtohen. Në ato qaste, askush se të ta përshëndetje. Por lakimina që qëllisën thellë në ashtë. Dhe nuk ka një të dy që se qanë tukën, as për lakimina, as për pak të përshëndetje. Në jetë lakimina mund të duket e lojë të gjatë. A pikë të prisi. Dikush tjetër mund të thënë se në gjasa me përshëndetje të munguar. E kur ta kesh lezuar, gjerë në thënë, këtë sopë zanë për e cfilosur, mbush shukrim e kujtoje që ove. Nuk e dija dhe për një qaj apo të varë vetë. Pastaj, kujtohu se njërë e fundit në kafe bashkëtim, të thash se kisha qyrë atë që ka nuk shtyme, duke ka përti ujën e peldu të lënë gjithmonë atë. Me thojnë e zi, gryja në trupi her fatin e sezikit her atë të nësitit. Në mendin time, që qka që duhe thënë, u zumë vërsh përsi. E doja të dhije se u njësa në të qënë të rrës. Betas në pëllë të dërë të sënisa. Aty ku zana vila dhe gjithë qka në në të plase, në blëndën e papirit të jetës. Ju falenderit. Radën e vazhdojnë me zëtë i të majë Alejë ka Melizaj. Dëndë e piktore në mbronë, për lufta e ftoj, mozaika në ratona ishtë ndriti si asë njëherë, nuk i adha të kusën jo nga së në haraj, po të deshtë jasë ka dheu për në dëshë është i prejtë. Konferencat e pasës ka unë e kanë humbër, të buni kosharës jo kur nuk të të arim, që një shetë të patok të ndalë të humbër, po kemi gjatë ndërdeje dhe me gjatë të të prejtë. Shtu bratis për ledhe kanë të në të pikturë, se mone dhe të njerisë, u mundon e kuqja dhe, ndaj të dedena të kosharës
Përshëndetje të gjithëve, mirë se ju gjeni në zhegën e Katanës. Poezia ime titullohet Pa lam të mirë. Lam të mirë I tha mishi arit kur nata ka vizitën para qiti. Nuk dënjoi as një hyrje të flas dhe një pezo në gjukën vetë. Në muzën e Agris, ca përshpërima jetuan pa përgjigje. Cili është parajsori në këtë botë? Ai që ndërton triumfin e shpirtit, ai që gjuma në vështër vindjen e ikjes, apo ai që çapite dhe në shtatën për përrim për latin e Zotit, që vizat në bushur randa të fshehta, krite në prushë dhe tregime, duke dikur që ta ke frikshme do ketë. Rëfeja ka e punës shumë zërë që janë për sot. Kërista të reja dhe gjojnë së vapur dhe prindrit të vejtimtarë që mojnë të që zezën e Katanës. Në natën që dhe me heshtin e Paham, në rrallë, flore e Agin Palandunër. Arikërit. Ju faleminderit, ftojmë zotërin në moment e jetë në Zion. Livanit me rrujqë. Preset të adreja të loku më ke bërë për vete. Kur kam përë, diqëm si të roshë. Qukat në poqe, ma marrin gojët, e do shqeshë e rrëgjë këndët në gërë. Prej trimave dashnisë të mërë të kacarë, me prejtë në pahirë në bërë zërna haravër një tërë. Në andër në ndruar, Livanit ma këllë që dëndëve, dhe sa pishën roshë në polisë në gjezit e unë në përën që varsohë në polisë. Do të marrë me të qatësin e legjerët për me gjerët për shqe kuzini e me ukthyru si trimi nga të tira të tua dhe nove të kërkufarje ënda e jetësuar ka mërkose. Ju faleminderit, ftojmë zotërin në moment Putin nga Gjakova. Shumë përësimë për këtë aktivitet, me ka thonë në një në shumë gjërë, nga e një kanë nëftu në të në koshare, pësë një me një raketa, dhe më ka thonë gjithmonë që të tonë e vrejtë e teknologi. Unë morë një poezi për teknologi, ka rezet në vrejtë të ti personalit të të mënë. Poeti gjithët edhe kësaj teknologjie. Frymë e rëvishtës dhe I gjlesh tëndë, rëndat dhe degët I letë delikat, syri nuk kapë e të përndi. Poetifikojnë fletët edhe kësaj teknologjie, njëri nga një përndimet e pafunë, vera s'pat që të tjetë, djeshta s'kishtë që të vjetë. Iran, kupla edhe kësaj teknologjie, me tokën e gënjeshtës me arë, kërkosa të dush, të s'kine gjetë, një mohë, një frytë të së vërtetës e ndërë. Ju faleminderit, ftojmë zotërin Osman Boranzi nga Kuzdenekë. Prizreni kryqeti, kujtërorë dhe ekstrikëzit shqiptarisë, dhe kondjerë që më të duhe në këte manifestim, se të pralimi kom të gjuar dhe kom të gjuar shumë nga miku I dhe skursin dhe I dhe në jetë të një. Agimi I agime të bada. Paraponizës me përkur të barë, të mbështetur në shafelaj,
rrinte me nduar piktori, në një dorë mbante rushën e në tjetër paletën, të pështoj horizonte të reja me ngjyra të bukura të veri për artin në për art, ashtu se ka falë Zoti, derisa t'i kumë lartë zvicës në zhegër në Kosovën e okupuar vite e barokë. Qëndron me familje dhe me ne, mbushte artin me ngjyrat e botës, qëndron brenda vetës e jetës, ty, Anton, deri Akademisë Evropiane të Arteve, të presin shumë ekspozita dhe galeri, i bëri sigur eksperimentin piktura dhe shumë letore në poezi. Në tavolinë, me dhanë të vogël Leoni ullur në karike, poeti thellhuar në mendime, Lapin dhe libra. I përshtatoi thotë tonin e donën e lërinën, mori pikimin nga bashkëtarë e jetës për në tokën e shajnë dardane të përgjakur e të shtrëmuar, por kur të qëllëzuar. Aty, diku në Koshare, artisti Menofil Katana, në vend të brushës dhe penës, me një automatik e disa karikatorë, bashkë me shuftrimat të dheut, në luftën e përgjakur e dërguan armiku shekullor. Piktori dhe poeti heroi Kosovës, e shpëtu me ne e në ne, në për ekspozita galeri, në për libra enciklopedi, duke na frymëzuar për jetë e modë, me të pafundme dashuri, mbi jetën o njeri është Majstajn galeri. Faleminderit, përfundojmë zotërin e Flerë Shqiptar Gas Morena. E dija se do vjen të moment. Lufta në Moribor zjarë në kënd dy shokë që ishin afër, njëri plagosën. Kur tërhoqën në luftimin, i plagosën në betejë letë, bashkëpunëtari s'mund të rinte bashkuar për ta marrë shokun e vet. Kërkoi vlerën e komandantit, por ai nuk lejoi. Jo, i tha, mos shko, nuk mund të rrezikoj. Luftëtari që përkua tinës shkollë, në zjarë lufte, pas 2 orë u kthye me shokun e vdekur në Sute. I lodhur, i raskapitur, me gjithë forcën e sosur, ku formën e mbante në Sute dhe vetë rëndit e Kosër. Komandanti i zëvëruar filloi me vërdi, atë thash mos shko, si ardhet e ky rrezik. Urdhri nuk refuzohet, duhet zbatuar dhe dik e shef çfarë të kanë bërë, veçis të pas kanë bërë. Dhe çka rritë me këtë, por se rrezikove jetën, shokun e kishte të vdekur, ta thash dhe unë të vërtetë. Luftëtari e shikoi Rimshën dhe sytë i mbushën lodhë, me qëllimit nga krahat e tha me fjalë të fortë. Kur e morën në prerë, akoma ishte i gjallë, kur nuk të rroi për jetë, që në tha të vetë në fjallë. Shokë e vllatë e kamë, nuk di që të parë në jetë, të rroi i të këzori me limë, e dhja se dhe vjetë më jetë. Faleminderit, shkojmë zotëri Sargje, nga Armenia. Në fakt, së në vitiri këtë. Edhe shrekta. Me të qenë sashtë
të dhuratë hyjnore, flenë për tjetërin. Agimi e kishtë edhe njerë dhe tjetërin. Dhe këto janë arsye të mjaftueshme që unë çdo vit servi këtu, ja përkushtoj një poezi Agimit. Edhe sot kam një poezi për Agimin, titulluar Agimi. Nuk është thjesht vetëm një emër në trojtë në shuar, as vetëm një rrezë e drite, as vetëm një. Është dhe një lot i prushkëm që rrëshqet qërpikve mbi trupin e ftohtë. Agimi është më shumë se majë, më shumë se lutë shumë gjyshe, gjethe e frutas ljush. Është shqipimi, drita dine që së përëndonë, fjalla në fillim në thënë e besa e është arti i fjallës, i ngjyrës i gjatë, frymorje e vetëm në qast e arvërini, sot, nesër e përmëtshme është. Ai e që plumurin i ka shkretira i tesë sot. Agimi që nuk ka asgjë, jashtë të dhejtë, fronë është faleminderit. Jënë gjatë të gjithë. Shtëpi e vjetër. Shtëpia e vjetër gjithmonë rrjedhët muan e njërë vetu shkërzeni mëruar në ngurët e në kundër kufiri, ku zajt e patit vinë në ngore. Sa herë vinë këtu, gjej hapër portën me tukra e tije, me pret një plak si hije që derë që të shi e të rëtë, kërë brenda oltari të numër e mosullak. Shtëpia brezave me prisa të barë dhe mjekullash, argjin e pjekur si kore skuqër buke në qati, kur rritur janë shtarët e njomën të moskëthimit nostalgjik, strehet kotin me muzikën gjathi, bashkë me metët e kujtimeve, mërguar në muzgën e brengave të vijet të timit. Ah, dritarët e zverdura, lëkundën kratyr kajera, bigu është këputur nga peshe pajës që ndisur nga pasha me flokët e saj të gjatë. Ky ende për të letrat e pënurët kreshnikur pa këngë një shanë, dhe gjoj minutat e heshtura në pjebin e bërë shkërën, në kaptel trashke shkëruar në pikat e ujet, provim i nënës prej flake, poshnjës në botët, heshtura zije përgjim, ikonës e njëshuar me ruzat e lotte, me rrudat e këtyrës. Trupin ka titur, këmishën arruar me lule, sis me hiqët, besa e mahit dhe laga që në thëmë. Brenda shtëpisë vjetër jetua kanë ata që së shpehen kurë, të ngrijen në blerin me balsam prambeve udre të këthimin, ata që të dhejën me nakuan vetëm me nume njëjës. Kurmet me murama kënukati, mbuluar në perla këngë, me pjene parit pëllim, në plasat e stinjve të pritjes. Terrasa e zogët freskohen në pishat e mosarimit, në zemrën e ikunës nënës që shumë është plakë. Fluturon shpendi shend, në qilë në sponë të lëvojë. Nga balonca, se të tja si ka fortë në mësë. Hajde të gjojë zërin e kërë të kuritarë. Agim, më këthe dritën që ma morën. Peleni në një dorë arë në tjetërën, me në gjyrën e flakës pikturoj qirë.
Poezinë e derdhë në trupa që vishlen në zendat e maleve. Si ishte thjesht këta, ishte orperi i gjallët me vargje që shponin vetën. Aty ku erdhët padrejësia lakoreq, me drejtësi syri si zogjët mitek të Shqipës. Në drejtësinë e tij banonte një zonë mali, që u flet të libërve me shenjë. Agim, liria është një varës që se kur askerë, veç ati që di të vdesë për të. Në kosharë të otër penele dëri, gjakun e ti në gjyrë përjetëshme. Në telajën e vetërjes, poli dritë vendje yje të hyra, gjithë që si shkela së djeshta. Në mes një flamur të gjallur nga fije të shpirti të ti. Nuk ishte fri nga vdekja. Ishte mësuar të shupët çdo natë në bagje, e të lirit përsëri në çdo pikë së ngjyre e sotës vite. Ules i përmbysur ishte, sufye në i takë, por u bë vet i taka e nis. Për se të në kohë, emër që nuk e në vëndë veti. Kujtimet e mia shtrihen qysh nga lindja e tij, sepse 3 vitet e shkollës tërveçare i kalova këtu rash me lumë, me rëshit këmbë në vingun e lumit gjatë dimrit dhe rrezikova jetën, por me ka shpëtuar një njeri i mirë dhe kuzintar, për mua i panjohur apo anonim, por mirë, shok dhe vlla i shmuar dhe i dalluar, ai që më nëzori nga vdekja. Këtu përjetova, si thashë dhe më parë linjën e Agim Ramadanit, dhe me 2 shok dola mbi shkollën e atëhershme për të mbledhur lule në livan natyror, për të uruar babajin e Agim Ramadanit me fjalën të rri djalë. Këtu përjetova që zhegasi, përpos se në nderojnë dhe në përkrahin, ishin dhe mbesin njerëz të mirë dhe përparimtarë. Po e citoj një rast, kur toka ishte rrshitur dhe ne nuk ishim më mundësi të ecim rrugës tashmë të trasuar. Pranari i asaj toke, në vend që të na sulmonte apo të kritikonte, jepte këtë dëshmi. Fëmijët e shkollës janë dallim dhe përjashtim për të mirë për të gjithë ne. Ata ose lutën së bashku, ose bisedojnë dhe përsëritin
lëndët mësimore janë shumë përzaçme dhe të kujdesshme. Këtu, në zhegën tonë, I mora themellet dhe mësimet për studimet dhe për jetën time të mëdhenshme. Jo rastësisht, zhegra lindi, edukoj dhe mësoj luanin me Karadakën, edhe më tepër, luanin me Kosovën të shqiptarisë, I cili nuk diti çka është frika, nënçmimi, servilizmi, por me jetë dhe vetër, me gjakë, u iti lulen e lirisë, dhe pavarësisë dhe demokracisë. Pluralizmin gjithmonë të mbështetur në vllazërinë universale gjithë shqiptare. Pa kalkulime, sepse për agimin tonë liria kishte një emër, e për emër në quhet jetë, gjakë, dashuri, flijim dhe dhurim deri në vdekje. E tillë ishte dhe uroj që të jetë zhegra jonë, djeti I Agim Ramadani dhe shumë të tjerëve, me në mënyrë edhe vendimta ime e ju. Faleminderit.
Vezu, në një vetull shkëllëzeni, uruar me kur të rekundër kufirit, ku zojqët e fatit pinë në nëgore, sa herë vinë këtu, gjë i hapër portën me tu pralejtije, me pret një plak si hije, që dherë që të pëshimë. E thërën që kërë branda, o ultari vërnuar në sulek, shtëpia presa dhe presa të varë mjegullash, arqin e pjekur si kore skuqër buke në biqatin, kur rritur janë shtarët e njoma të moskëpenit nostalgjik, strehet kotën me muzik gjazi, bashkë me netët e kujtimeve, mërguar në muzikën e bregave të mija gjatin. Atë dritare të zvedra, dhe kundur ka hyrën nga era, viku është kërputur nga paja bashës, nga pishe pajës, që ndisur nga basha me njohet e sajtë të gjata, që ende për të letër e vërmurat kreshnikut parkën e nishanë. Të gjojnë numët e heshtura në pjevin e bërshkërë, me kapelë vrashën i shkëruar dhe pika të ujtë, provinin në prej pjake, poshtjes në botër, heshtura si jetë gjinë, ikonës se hjeshuar në rruzat e notte, me rruzat e këtyres. Trupin këtidur, këllishën arruar me lule, sis me hiqët vejsa e modit të plara që dhe. Brënë në shtëpis, së vjetë në jetuar ka në ta që së krejnë kur. Të ngrirë në bërin e balsam për nëvere, udhve të këthimi. Ata që dheu në lakuar në vetëm në numëri njënës, kurmet me kuranat e nëtati, gulluar me perra kënge, me pijet e barit perin, në plasat e stinte të britjes, të rasa e zotu, freskohen në pishat e mosharimit, në zemrin e ajkunës, nënës e shumë shpëgat, plutëron, shpenë i shenë, me cilin, me sfond nga mëri. Zonja dhe zëtërimi, kënë në fund të këti manifestimit të përvor. Desha falemëtare shkëmtarën tonë të një zëtërimi në Zvela Romani që nga të ndiruar në personalin të ti. Fituesve të këti manifestimi i dëshirojmë sukseset në pak në ta, një për sukseset urojmë që mos nuk bojnë asë për të tjerë që është të smarës. Faleminderit që e keni përgatuar në edhe në shumë muzën e animit, të dëshirojmë shumë parë për sukseset në jetë. Ju të takofshim në edicionet e radhës, pas e që